Në takimin e mbajtur në presidencë me ushtruesin e detyrës së kreut të shtetit, Albulena Haxhiu, një ditë pasi u shpërnda legjislatura e 10, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka kërkuar 7 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Sa i përket datës, kemi kërkuar që sa më shumë kohë me pas, për shkak se na nevojitet përgatitje, nuk është proces i lehtë. Dhe më parë i mbetet presidenti. Gjykata kushtetuese veç e ka sa i përket votimit me postë gjina që veç pak dy data 31 ose 7 qershor, kështu që për mendim tonin është 7 qershori, por prapë them që ti mbetet presidentës më vendosur. Ndërsa në komunikatën e lëshuar nga presidenca thuhet se Haxhiu vlerësoi rolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në organizimin e një procesi të rregullt, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, duke theksuar se qytetarët e Kosovës kanë dëshmuar vazhdimisht pjekuri demokratike dhe besim në procesin zgjedhor. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentës do të takojë nesër në orën 15 krerët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. E shkuarja në zgjedhje do të prodhojë pasoja të shumta, thanë në Institutin Demokratik të Kosovës. Pritet që të kalojë një periudhë ndoshta 3 deri në 4 muaj derisa kuvendi i Kosovës të jetë përsëri funksional, gjithmonë me shpresën që do të jetë funksional, sepse ju e dini që në Kosovë ka një tendencë që pas çdo procesi zgjedhor të krijohet përsëri një krizë dhe një bllokatë, ndoshta artificiale, ndoshta e panevojshme, ndoshta edhe e qëllimshme, por kjo nuk është që na garanton që do të kemi institucionet përsëri stabile dhe funksionale, për shkak se po duket që interesat politike janë më të rëndësishme se sa vetë interesi i shtetit. Sa i përket buxhetit për zgjedhjet, u tha se ende nuk është diskutuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por presin të jetë si zgjedhjeve të fundit. Në zgjedhjet e parakohshme të mbajtura me 28 dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i planifikuar ka qenë 19.5 milion euro.